mendoj që Zvicra si skuadër më pëlqen sepse normalisht që kur mungon domethënë Shqipëria jam pak domethënë tifoz me Zvicrën sepse kemi domethënë dhe lojtarë që na përfaqësojnë pak dhe mendoj domethënë që është një skuadër solide, një skuadër siç e tha dhe Albani që po merr pjesë rregullisht në kampionatin evropian, kampionatin botror, një skuadër që vjen çdo vit në rritje, ka eliminuar dhe skuadra shumë të mira se Zvicra dhe një skuadër domethënë që nga viti në vit përparaqite shumë mirë. Ka domethënë disa lojtarë që lozin në kampionatet shumë të forta të Evropës, ka lojtarë domethënë të rinj që e nisin domethënë karrierën e tyre në kampionatin e tyre zvicran që është një kampionat mesatar, por edhe i fort për të luajtur domethënë moshat e reja. Unë mendoj domethënë që edhe Zvicra shpresoj domethënë që të paraqitet sa më mirë në këtë kampionat.